Pra, e dashur më thuaj, ç'është po duken dasmat sot? Për çfarë po ftohen mysafirët? Për shembull, unë për veti, unë nuk e kisha bo dasmën për më mpru dikush pare. Po për veti, për me do gëzimin me që ata që vinë te unë edhe ata me do gëzimin me mua. Po. Ti personalisht po. Po ç'është po duken sot që po i ftojnë mysafirët? Cila është arsyeja që i ftojnë më shumëti? Mas shumë të i ftojnë, dikush i ftojnë mas shumë të për pare, po shumica i ftojnë me do gëzimin, me që ata mysafirë që thua që më shumë i ftojnë për me nda gëzimin bashkë. Po, që ajo me keqja është që pilojnë plesht në shpe dhe fëmin, sidomos na që jena në diaspor, fëmin do të me marë për më njoft me dikant tafërm, se fëmija po rriten shpejt. Po. Dhe ke pas ndonjë rast kështu që të kanë ftuar fëmijët fare si kanë ftuar? Ja, gjithë me fëmijë më kanë ftuar. Faleminderit për krejtëve që më kanë ftuar me fëmijë, se pa fëmijë si shashku. Po tregoj shkurt. Po. Dhe ti thua që të paktën të diasporës fëmijët i ftojnë me do e madh sepse vetë që janë larg edhe s'po i njohin edhe po rriten shpejt, si njohin familjarët. Normal. Po duhet i mbledh dikush. Normal. E dashur, faleminderit shumë. Të përshëndes. Po, faleminderit edhe për Për çfarë shumë. Edhe unë ty shumë. Shumë faleminderit, tung shëndet. Mirë, është tem tjetër, është tem krejt tjetër.